presim që të kemi një përballje, një intervistë, po edhe përballje të dy kandidateve me dy zonja të qarkut të Tiranës, e para e Partisë Socialiste Silda Çepe, që është edhe zëvendës ministre për Evropën dhe punëve të jashtme, dhe Mimoza Ajdarmata, kandidate e Partisë Demokratike, po në qarkun e Tiranës. Unë doja të bëja në fakt një panoramë të shkurtër për të dy, jo vetëm për dy zonja, por për qarkun e Tiranës, sepse besohet që betejë në Tiranë është më e rëndësishme, dhe më e forta besohet, janë 37 kandidat, 37 deputet që nxjerr ky qark, pra pjesa më e madhe, gati 1/3 e gjithë parlamentit që pritet nga 140 deputet. Dhe në Tiranë tashmë kemi betejën më të madhe të dy forcave politike, të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike. Në këndvështrimin e parë, në listën e mbyllur janë 12 kandidatë, si për Partinë Socialiste dhe për Partinë Demokratike, që presupozohet që janë të sigurt, dhe pjesa tjetër janë në listë të hapur. Por si janë të ndarë të dy kampet? Është shumë interesante të themi që në Partinë Socialiste radh parë, betejë duket akoma më e ashpër, më e fortë brenda partisë, për një arsye, sepse aty kemi deputet, ministra, ish-ministra dhe formate dhe profile shumë të larta. Nga ana tjetër, në Partinë Demokratike kemi dhe figura të reja, kemi dhe deputet, por kemi një të veçantë që Zoti Berisha dhe kryesia e Partisë Demokratike duket sikur është kujdesur shumë që në listën e mbyllur të ketë disa personalitete që kanë treguar një lloj besikërie ndaj zhvillimeve në këtë forcë politike me atë që ka ndodhur vitet e fundit, ndërsa në listën e hapur ka më shumë diversitet, do të thosha zonja më shumë, por edhe pjesa tjetër e zotërinjve që një pjesë janë të rinj, po një pjesë kanë edhe një përvojë politike. Në këtë moment më janë afruar, i kemi të dy zonjat në studio. Zonja Çepe, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni në emisionin tim dhe kalor. Përshëndetje, është një kënaqësi e veçantë që të pranoj ftesën tuaj mbas shumë vitesh. Po sa kënaqësi kam të njëjtë për Mimoza Ajdarmatën, që unë gjithmonë them Mimoza, nuk do ta them Preçi, jo Ajdarmatën. Më thonë, nga rrova, më thonë ata të regjia. Nuk e din që mbiemri yt është ne që të njohim në lashtësi, je me mbiemër tjetër. Faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit Landi, që u takuam dhe bashkë. Jeni të dy zonja tani, unë nuk di si ta ndaj këtë punën e vlerave, po e nis me ju, Partia Socialiste, me që jeni në pushtet. Ti ke qenë në gjithë karrierën tënde, edhe kur s'ke qenë politik, këtë të gjinis gjithmonë të zonjave, e ke pasur si kalin tënd betejës të jetës tënde. Por mua më shqetëson kjo, me thënë drejtën, që i vëm 1/3 sepse janë zonja e tjetër. Ti aty sepse unë mendoj që vlen. Juve u shqetëson kjo? Më shqetëson kur bëhet në mënyrë, le ta themi, sa për të mbushur atë kuotën, 30%. Ama Shqipëria ka gra dhe vajza të mrekullueshme, shumë zonjat. Edhe në politikë, edhe në ekonomi, edhe në ligj, në gjitha fushat, në biznes. Kështu që nuk është e vështirë për të gjetur ato gra. Po ama nëse ne nuk e vëmë këtë kuotën, që të paktën 1/3 gra të jetë prezente në listat elektorale, madje unë do të thosha që është akoma më mirë që të ishte 1-1, siç janë listat për këshillat bashkiak. Nëse ne nuk u japim këtyre grave atë vend që meritojnë, ti jesh i sigurt, siç ka ndodhur në histori, burrat janë shumë rehat duke kuvenduar me njëri tjetrin dhe në fund të ditës duke miratuar edhe ligje, edhe politika. Landi, nuk mund të miratosh një ligj dhe një politik nëse ti nuk i përket asaj shtrese. Ti nuk mund ta kuptosh kusht si ndihet një grua. Unë nuk rroj nga gruaja. As gruaja jote nuk rron nga ty. Po sigurisht as ajo nuk rron nga mua. Atëre secila gjini na diskriminove. Na diskriminove burrave. Pse diskriminohesh? Se themi një grua, një burr, pse duhet të ndihesh i kërcënuar? Jo, unë mendoj që, për shembull, unë ju vlerësoj juve, jo për shkak të gjinisë, për shkak të vlerës. Absolutisht. Je dakord me mua? Patjetër. Tu e kam fjalën. Po pati vlera është kot aty. Është sa për të hedhur hipëve sistemit. Vlen për atë që është, sepse kjo nuk mendoj në 10 orë të vitit 1990 që me që ishte vajzë, 1/3 e të tjerë do dalë. Jo, kjo s'çau kokën doli atje, kur shumë vajza të tjera nuk dolën. Po, në 91-shin dhe në 92-shin, sa gra kishim në parlamentin shqiptar? Mirë, ne jemi dhe nga sa mirë do ishte që ti ishin zonja si kolegja në parlament, dhe zonja të tjera cilat
besoj bie dakord me mua që kanë qenë vërtet të zonja dhe të afta. Po jo të gjitha, se ca janë vënë kështu dhe për shkak të një të tretave. Ato që janë të afta dhe të zonja duhet të përfaqësohen. Avash ne do fillojmë që të tregojmë veten tonë, se ne duhet të tregojmë veten që jemi të afta dhe të zonja, në mënyrë që të jetë besimit e gjithë që gratë mund ta bëjnë. Për ju? Nuk diskutohet që kuota është në një kuptim diskriminim, por diskriminim pozitiv, sepse jetojmë në një shoqëri që në fakt nuk është se hap kraun ose është aq me bon sens. Jemi maskiliste, jemi? Absolutisht që po. Jemi. Dhe kjo ka qenë arsyeja, nuk është vetëm Shqipëria ajo që nuk është rajonale, e ka Ballkani, e ka Europa, mund të them edhe bota, që gratë i është gjendur një mekanizëm i tillë i kuotave për të përfaqësuar, duke qenë se vërtet e themi në zhargon është gjysma e popullsisë, por kur vje punat e mundësitë, shanset nuk kanë qenë asnjëherë të barabarta mes burrave dhe grave. Që ngeni pak kënaqur kështu me këtë drejtim. Jo, Landi ti e the vet, unë personalisht mua asnjëherë s'më zhduruar asnjë gjë për shkak të qenurit grua. Gjithmonë po pra, e ke menduar se ashtu e ke menduar vetë? Po, do të thënë çdo gjë, ngritjen time profesionale apo angazhimin politik, çdo hap që kam ndjek nuk më ka ardhur për shkak të kuotës. Tani mund të jetë kuota ajo që vërtet që do të na favorizojë, por shpresoj shumë dhe jam e bindur, gjithmonë kam qenë e bindur që nëse tek gratë, vërtet ka garë, vërtet mes grave zbatohet meritokracia, pra mes nesh dalin më të mirat për të qenë aty për të përfaqësuar, ndërkohë e kundërta ndodh te burrat. Jo gjithmonë mes burrave përfaqësues është zgjedhur për shkak të meritokracisë, sepse ka mekanizmat e veta të lobimit. Ne nuk i kemi, për ne në atë kuotë janë detyruar që të marrin më të mirat që të përfaqësohen në një pozicion vendimarrës në politikë apo në administratë. Atëherë, hajde diskutojmë që gratë vërtet ju jepet për shkak të kuotës një pozicion, por sa ato janë të afta të jenë vetvetja, sepse nëse kuota është një shteg që ne na është krijuar mundësia për të arritur diku, sa fuqi kemi për qenë të zonjat, dhe unë gjithmonë edhe në kohën kur jam marrë me një organizatë shoqërisë civile e kam ngritur si shqetësim realisht të atyre grave që ju jepet mundësia ose janë drejtojnë institucione shumë të rëndësishme deri dhe ministre, kemi një kabinet me më shumë ministre gra, ndërkohë që sektorët që ato mbulojnë janë sektorët më të dhimbshëm për sa i përket dështimeve, shëndetësia, arsimi. Pra, ti po thua që me vërtet zoti Rama ka zgjedhur më shumë zonja? Nuk ka dhënë edhe fuqinë që ato të vendosin ashtu siç do donin të bënin në politikat e sektorit që mbulojnë. Pra nuk duhet që t'jemi kuklla, nuk duhet t'jemi fasada, por duhet... Ato janë kuklla? Përderisa kemi një nivel shëndetësor të tillë në Shqipëri, akoma edhe pse jemi në fushat elektorale ku gjithë qeveria është angazhuar për të pas stimuj, ne akoma njerëzit ankohen që s'ka ilaçe, pra nuk po janë ndjen te onkologjiku, nuk shkojnë. Dhe aty kemi një zonjë ke fjalën. Është zonjë, arsimin në ditën e vet më të vështirë dhe përsëri aty ke një zonjë. Kjo nuk na bën krenar, edhe deputetet. Unë kam qenë edhe gjysmë mandati deputete, absolutisht kam përfaqësuar tropojën. Kur shkoja në zonën time, nuk ndjesha fare mirë të qenurit tim grua deputete, kur unë nuk kam mundësi të ndryshoj situatën e grave të tjera. Pra duhet jemi për politika sociale, për të vendosur, përderisa kemi arritur. Po fitoi Partia Demokratike dhe ti në parlament, këto gjëra i rregullon? Atë që do marrë përsipër, patjetër që do rregullohen, sepse ti duhet të kesh fuqinë të rregullosh çfarë ke marrë përsipër për të bërë. Jo ta delegosh ose të vendosësh kush hadardha mbas kryeministrit apo kryeministri ka pozicionin e vet, një ministri kur merr përsipër për drejtu politikat e atij sektori, duhet të shkëlqesh edhe për faktin të qenurit grua. Zonja Çepe, akuzat e rënda ka hedhur. E dëgjova me mendje kolegë. Zonja Ejdarmadaj për zonja që drejtojnë dikastere të rëndësishme. Unë do ta filloja me diçka tjetër. E para, kur asnjë nuk vën në pikpyetje nëse burrat janë të aftë apo jo. Kudo që diskutohet për çështjet gjinore, fillojnë edhe merren me aftësitë grave. Gjithë njerëzit, është vjen natyrshme, janë ato pasojat e
patriarkatit dhe të maskilizmit. Pra ne pari duhet të diskutojmë aftësitë në mënyrë barabartë të burrave dhe të grave, sa të zot janë. E dyta, dhuna verbale ndaj grave në politik, apo dhe dhuna nëpërmjet mediave, media sociale përfshirë, është shumë e lartë dhe pothuajse inekzistente për burrat. Pra, dhuna ndaj grave vetëm për shkakun se ato janë gra. Vetëm amana se po më duket si emision kështu social. Po flasim për fushat ose si jeni Për fushat. fushat nuk, po, dakor, mund ta bëjmë dhe agresive. Jo, bëj si duash ti, po të flasim për fushatën. Se për fushatën do flasim. Dhe ajo që doja të vazhdoja, do ishte mirë që ne më të mos flisnim në këtë tryez për gratë dhe me qënë se ne jemi gra, me qënë se ne jemi gra, hajde të flasim vetëm për gratë që janë. Jo, se kisha këtu unë, jo. Sa i përket asaj që tha zonja Darmataj, juve ju takon, sepse jeni edhe ju në fushat elektorale si dhe ne, që të godisni pikat më sensitive për shqiptarët, si që janë arsimi dhe si që janë shëndetësia. Por ama, unë do të ftoja edhe ju, sikurse do ftoja edhe publikun, që të ksente pak syt nga mbrapa dhe të shikonte se çfarë ka ndodhur në këto vjet. Unë isha në Greqi për shkak edhe të pozicionit tim para ca kohësh, dhe pata një grua, një prind, që më tha, unë dua që të kthehem në Shqipëri, dhe vetëm për faktin që shkollat në Greqi janë si nga ana infrastrukturës sidomos, por dhe nga ana e mësimdhënies, duke pas parasysh edhe faktin që janë fëmijë shqiptar, janë shumë herë më keq se shkollat në Shqipëri. Dhe është një fakt që ngritja e shkollave, mos më ndërprit lutam. Kjo e bën fakt të thonërit të një prindi. Lutam, nuk e kam mbaruar. Prandaj u dëgjova me shumë vëmendje. Prandaj u dëgjova me shumë vëmendje. Thon nga dikush është e vërteta. Dhe ju të Partisë Demokratike duhet filloni të dëgjoni. Duhet të dëgjoni gjëra deri në fund e mos i paragjykoni ato që janë duke të njerëzit. Kemi 34 vjet që dëgjojmë, kemi drejtuar, kemi qenë në opozitë, nuk është se dëgjojmë. Në 34 vjet doja të jo vetëm duhet të dëgjoni, por edhe duhet të veproni në 34 vjet. Domethënë, nëse ju thoni që ju keni 34 vjet që dëgjoni, 34 vjet janë shumë. Duhet edhe të filloni të veproni. Gjithsesi, sa i përket shkollave, dhe unë pikërisht më rashkas nga kjo nënë shqiptare, dhe kam pyetur edhe njerëz të tjerë që kam takuar. Dhe ju ftoj që ikim edhe bashk në Greqi dhe i shikojmë shkollat se si janë. Se shkova dhe i pash disa shkolla. I shikojmë dhe nga ana e infrastrukturës se si janë. Shkollat e ndërtuara, shkollat e reja të ndërtuara në Shqipëri janë fantastike. Ka nevojë për përmirësim, sigurisht që gjithmonë ka nevojë për përmirësim. Se unë kam një problem shumë të madh. Jo, ka një problem shkolla, që kanë ikur njerëzit, kanë ikur fëmijët, kanë ikur të rinjt. Po mirë, dakord, kanë ikur, po juve harroni nigrimin e brendshëm. Ti nuk e detyron dot një shqiptar që të jetojë në fshat, që të mbajë gjallë shkollën në fshat. Ai do dojë ndoshta që ta krijojë jetën e vet në një qytet ose një qytet madh apo në Tiranë. Nuk ndalohet njeriu që të lëvizi për të gjetur një jetesë më të mirë për veten e vet. Do bëjmë një kthes. Edhe për shëndetësinë. Janë ngritur spitale, janë ngritur qendra shëndetësore, është rritur lista e barnave të rimbursueshme. Do ta kthejmë përsëri aty. Po nis përsëri nga ju. Si po funksionon fushata? Flisi pak për vete. Çfarë përfaqësoni ju dhe për ata që na ndjekin, se ju njohin disa, po disa edhe nuk ju njohin pak. Do mund të flasësh diçka për vete. Dhe pse jeni listë? Dhe pse në Tiranë? Fushata po shkon mirë. Do thënë jo shumë mirë. Fushata po shkon mirë. Ka gjithmonë më mirë. Jo, kryeministri nuk thotë që po shkon fushata shumë mirë. Kryeministri thotë që çfarë kemi bërë deri tani kemi bërë shumë mirë, po ka nevojë për përmirësim akoma. Se gjithmonë ka nevojë për përmirësim. Unë akputët shpirtin me përmirësimin po gjithmonë do ketë nevojë për përmirësim. Gjithmonë në çdo vend të botës që të shkosh do ketë nevojë për përmirësim. Kemi disa gjëra që çfarë do përmbysni? Çfarë doni të përmbysni? Po ja e thatë vetë këtë punë e shkollës, e arsimit, domethënë, të shëndetësisë, të po jeni minus 1 milion, zonja? Jo, nuk jemi minus 1 milion, nuk është ashtu. Si nuk është? Nuk është ashtu. Nuk kemi minus 1 milion. Sa njerëz janë kthyer në Shqipëri në këto vitet e fundit? Keni ide? Jeni duke thënë që raporti atyre që kthehen, me atyre që sigurisht që ka njerëz që kanë ikur, sigurisht kanë ikur dhe për një jetesë më të mirë, kanë ikur te të afërmit e tyre, mos harroni sa bashkime familje janë bërë, se nëse burri ka emigruar më përpara, ose kanë emigruar një çift, do marrin prindrit e tyre. Ti nuk mund të ndalosh njerëzit që të bëjnë bashkim familje. Nuk mund të ndalosh studentët që të ikin dhe të studiojnë në një universitet që ata mendojnë që është më i miri për ta.
Mundi ndalojmë, jetojmë në vitin 2025. Kjo është nga të drejtat themelore të njeriut. Çfarë i thoni elektoratit zonja CP? Në takimin që keni bërë deri tani se ndonse fushata nuk ka filluar zyrtarisht, fillon datën 11 dhe se mora vesh të thosha njerëz se çfarë përfaqësoj unë para se të pra, se çfarë ishte elektoratit. Okej, se e nisëm po. Unë jam një grua me profesion juriste, me një eksperiencë mbi 25 vjeçare në organizatën ndërkombëtare dhe në ekzekutivin shqiptar. Është hera e dytë që kandidon. Është hera e dytë. Herën e parë humbe me sukses? Jo, nuk humba me sukses herën e parë. Humbe? Jo. Nuk mund të quash hyrjen apo jo në parlament humbje personale, kur partia politike të cilën ti përfaqëson. Jo, vetë personalisht, nuk u bëre deputete kjo kisha fjalë. Po nuk është humbje të mos bësh deputet. Sepse nëse e konsiderojmë fitoren e jetës tonë të bëhesh deputet, atëherë i bie që ti futesh me një mentalitet ku nuk je aty për të shërbyer njerëzit, po je aty për veten tënde për të kënaqur egon tënde. Pra nuk duhet një njerëz që quan humbje. Mos bërjen deputet. Ku futesh në garë, ti thon do të bën deputet, nuk futem për thjesht mjafton pjesëmarrja. Jo, kjo nuk është një garë vrapime me pengesa. Edhe si vjet juve këshueni, e rëndësishme është pjesëmarrja? E rëndësishme është të fitojë Partia Socialiste me një rezultat të thellë. Me të thellë, jo të fitojnë, po prit të vjetë rezultat. Dhe ju të fitojnë Partia Socialiste, se është Partia Socialiste, po është një forcë progresive, e cila ka bërë disa reforma të jashtëzakonshme dhe janë disa reforma të tjera që janë më pas lutem të reforma për vete. Pra, unë jam juriste me profesion, me sa thash vjetë eksperiencë pune, kam 3 fëmijë. 2 prej cilëve janë votues. Se kaluan 2-18, no? Wow. Do të këtu je me 5 yje këtu. Kandidate me 5 yje se ke 3 fëmijë. Mos za duket ti. Ka dhe më keq po. Dhe kjo është fantastike. Unë nuk e di, më fale edhe njëherë, mos za më ndihmo. Ka në parlament ndonjë zonjë që ka 3 fëmijë? Mund të bësh një të pyetje edhe për zotrin. Pse nuk e bën një të pyetje për zotrin, zoti Qafoku? Po jo, edhe për zotrin, po prit mbarojmë një me zonja atje. Sikur s'ka më duket. Unë nuk njoh. Në parlamentin aktual nuk e di, mund të jemi dhe gabim, mund të dalin në një që thotë pritës. Rëndësishme është se çfarë bën atë parlamenti ose fëmijë kanë. Do të 2 fëmijët e tu i ke votat sigurta, edhe burri 3, edhe për vete 4 vota i në rregull ti. Nuk është llogaria vetëm te vota, se edhe kalamajt e mi në fund të ditës tonë do mendohemi, të shikojmë mirë se çfarë ofronin si forcë politike, pastaj do shkojmë të votojmë. Se ata janë në familjen time të paktën, ata janë opozita më stoike, më e fortë. Ndaj jush. Po. Do të thotë duke thënë që nuk e ke sigurt votën e 2 fëmijëve tu. Besoj që ata arriti bind deri në 11 maj. Pra, se na ngrive gjakun. Se na lë kështu. Po, dhe përse ju kandidate, do të thonë çfarë ndodhi që Silda Çepe anagnosi, se mua më pëlqen më shumë anagnosi, se e fsheh atë kështu, s'do të marrësh nga mbiemri i madh ose më saktë që e ruan veten sepse vlerat i ke për atë që ti je dhe unë e vlerësoj këtë, po mbiemri anagnosi ja vlen ta përmendesh ta thua sepse të mbushet goja plot. Jam shumë krenar. Të mbushet goja plot tani anagnosi tani. Po, dhe pse ju zgjodhi kryeministri, kryetari i partisë? Ka qenë një procedurë relativisht e gjatë për përzgjedhjen e kandidatëve, ku është synuar që të zgjidhen kandidatë të cilët kanë një përfaqësim dinjitoz, dhe prandaj unë jam krenare që jam në listat e Tiranës. Propozimi ka ardhur nga drejtuesi i qarkut, nga drejtuesja e qarkut në këtë rast, dhe është diskutuar edhe në strukturat e Partisë Socialiste. Gjitha diskutimet e listave për deputet janë bërë nga drejtuesit e qarqeve. Ato janë theksojtë se ishte zoti Velia i fillim. Ju janë këto emra të propozuar janë paraqitur pastaj kryesisë Partisë Socialiste, e cila ka marrë vendimin për të miratuar këta emra, të cilët janë pjesë e listave të Tiranës dhe të qarqeve të tjera. Dhe diçka më shumë dhe për punën tuaj si zëvendës ministre, çfarë mbuloni aty? Unë mbuloj kryesisht çështjet e diasporës. Po. Merrem edhe me çështjet e diplomacisë kulturore. Së fundmi ne jemi duke përmbyllur strategjinë 5 vjeçare të diasporës dhe do bëjmë strategjinë e re që është për vitin 2026 e tutje. Do bëhet, sigurisht që do bëhet pas zgjedhjeve, jemi shumë skrupuloz që mos të përkthehet asnjë nga veprimet tona
si një mënyrë për të influencuar në votën e shqiptarëve, sidomos të votës shqiptarëve të diasporës në zgjedhjen 11. Si të kanë pritur, se pastaj do kalojmë këtu, si të kanë pritur kur je prezantuar në zonat ndryshme? Ke zonë veçantë Tiranë apo në të gjithë? Kam edhe një zonë të veçantë në Tiranë, po në gjithë Tiranën. Njësia 11. Dhe ku është Njësia 11 se na Praka, La Praka, domethënë se më me lagjet e vjetra nuk ka qenë 11, se 10 ishte kombinati, diçka e tillë. Si të kanë pritur? Më kanë pritur shumë mirë. Shumë mirë. Më kanë pritur shumë mirë dhe vëre një gjë në krahasim me fushatat e tjera. Po? Njerëzit janë më të hapur dhe shumë mikpritës ndaj edhe ndaj grave, meqense e ke merak që ta themi këtë, po edhe ndaj figurave të reja. Dhe këtë nuk e shikoj vetëm tek unë, sepse unë nuk jam figura që re në politikën e Partisë Socialiste. Po dhe në figurat e reja, ata që kanë ardhur, njerëzit janë shumë mikpritës, kërkojnë shumë, nuk janë votuesit, nuk janë 100% të kënaqur, absolutisht që jo, kërkojnë gjëra të tjera, po ama janë dhe mirënjohës për çfarë është bërë deri tani, sidomos për sa lidhet me infrastrukturën, sa lidhet me shkollat. Ja, do të pyes atë. Për ju, zonja Edermata, prezantimi juaj, si prezantoheni? Ani se unë ju njoh shumë mirë, po për ata që na ndjekin, një pjesë të njohin, një pjesë edhe s'të njohin. Landi ti e the që ne njihemi qysh në vitin 90, kështu që aty e filloi. Jo, ne jemi më përpara se 90, apo 90-ën pati një finale në 87. Kam qenë studente në Lvizjen e Vjetorit, jam firmtare në themelimin e Partisë Demokratike dhe këta i them me shumë krenari, po fati e deshi se shumë kanë qenë firmtarë, në fakt, po kur dalin ato emrat e themelimit është dhe emri im. Jam krenare edhe për një fakt tjetër dhe kjo është pjesë e prezantimit tim para demokratëve që nuk më njohin ku aty ku unë banoj ose ku kam aderuar politikisht. Pjesa e qëndrueshmërisë, e besnikërisë time ndaj forcës time politike, ndaj Partisë Demokratike. Pse ke qenë besnike, Moza? Shiko, këto janë vlera. Njerëzit i manifestojnë ndër vite duke u pjekur, duke avancuar në karrierë politikisht edhe profesionalisht, ti tregon realisht lidhjen, qëndrueshmërinë dhe të shërbyerit apo të qenurit besnik ndaj subjektit politik edhe ndaj përfaqësuesve, se janë pyetje edhe demokratët më brapa. E them se kemi pas probleme të herpashershme, kemi figura që ikin, pastaj ikin prap dhe nuk është se kjo nuk bjen në sy përpara elektoratit. Ti e ke treguar besnikëri. Lutem regjis kemi një 30 sekondësh me pamje dhe edhe audio dhe video tënde në një situatë besnikërie tënde ndaj Partisë Demokratike, por edhe ndaj liderit të saj, zotit Berisha, dhe pastaj do të bëj një rrebesh pyetjesh, Moza, po ta shikojmë, ta ndjekim një herë këtë moment. Mirëmbrëma demokrate. Për natë mblidhemi ne këtu. Mesazhi që sapo dëgjuam më solli ndërmend, në fakt e tillë është mbështetja për Sali Berishën. Sa ditë ndajnë aty? 330 e një ditë? 300 e ca, se nuk po them të gjitha. Ka qenë 333 kur zoti Berisha ishte i izoluar. Sa ditë ke ndajnë aty ti? Nuk i kam numëruar se s'mund të them, po ke qenë çdo ditë? 300 paktën. 300 ke qenë? Po. Moza, pse, Moza? Tani, kjo gjë bëhet për babain, për maman, për... Jo, e ke gabim, Landi, nuk është ashtu. Tani, unë po të pyes, ti përgjigju. Atëherë, se ti do flasë për vete, jo për mua, se si e bëj unë. Unë po e vazhdoj prezantimin që të dalë edhe aty. Në vitin 2005, kur Partia Demokratike erdhi në pushtet, unë kam qenë emërtesë një ndër drejtorët të rinj, drejtoreshe Alp Telekom në Tiranë, në administrat. Më mbrapa pastaj për një periudhë dhe drejtorisë politikave të sektorit telekomunikacion dhe shërbimit postar. Dhe në kohën kur qeveria Berisha po bënte reformën rregullatore, që është një reformë që deri tani vazhdon të jetë ndër më të suksesshmet të gjitha qeverive në këto 34 vite, reforma në regjistrimin, licencimin dhe inspektimin.
Atëherë mora një emrim, u kriju Inspektorati Qendror dhe kam qenë emërtese e kryeministrit e zotit Berisha si inspektorja e parë e përgjithshme e Inspektoratit Qendror. Pra ishte një pozicion goxha i lartë në administratë dhe e them gjitha këto gjithë kjo pjesë angazhimit në administratë, unë e them pa frikë që Sali Berisha është politikani më i ndershëm, më advetar, më i pakorruptueshëm dhe unë këto i kam me bindje dhe kam qenë prej kësaj edhe para, ndër të para, se nuk po them e para, ndër të para që unë i kam rënë desh edhe Lulzim Bashës. Asnjëherë për vete personalisht, edhe pse na spostoi një pjesë të madhe vetëm të qenurit krau i Berishës, nuk u bëri listat e tij në 2017 të famshme me korporatat edhe me ato pasojat tona më mbrapa, por përveç asaj, në kohën kur Sali Berisha nëpërmjet lobingjeve nga Shqipëria në Amerikë, Soros, Edi Rama, me Gonigali, janë të gjitha tani kanë dalë dhe nuk janë më surpriza. Dhe Lulzim Basha ka fajin. Qeveria, Edi Rama, Sorosi, soroistët për ta dëmtuar opozitën. Po mirë, pse dëmtosh? Pa ishte voti po nuk ka faj. U shpall non grata dhe unë... Çfarë tha? E dëgjoj sa bukur e tha, ta tha bukur. Është humor që s'na shkon në këtë. Jo, humori nuk është tropoja, është nga firja i humorit në fakt. Ne po flasim. Nuk është nga tropoja, ai që tha këtë batut. Seriozisht dhe unë po dua ta vazhdoj. Moza, por Lulzim Basha vendos si Sali Berisha, moza, të lutem tani. Sali Berisha është shpallur në grata, dihet e din gjithë shqiptarët me lobingje. Sali Berisha s'ka mbështetur ty, sa ka mbështetur Lulzim Bashën. Tani, ti ke bërë punën tënde, të ka mbështetur, të ka inkurajuar, por ti ke bërë punën tënde. Unë isha aty, se kështu e fillove me insertin, unë isha aty e bindur, bashkë me shumë demokratë tjerë, e bindur që ndaj Sali Berishës si lideri opozitës, si lideri i Partisë Demokratike, mbas rithemelimit, ishte po bëj një padrejtësi dhe ishte goditje jo për Sali Berishën, po për të përfituar Edi Rama me Partinë Socialiste, edhe një mandat, pa program, pa bërë asnjë rekord, pa asnjë gjë, 4 vite. E copëzuar e tjerë, nuk e kishe shumë frikën Edi Rama, du ta themi këtë. Edi Rama, Landi, Edi Rama... Nuk jam me ata që dua trokasin dhe kënaqen për atë që ndodhi zot Berisha, absolutisht s'kisha as akuz. S'ka marrë asnjëherë pushtet me vota normale, pa fut duart në çdo kuti votimi, në çdo palë zgjedhje. Po në 96 nuk ishte Edi Rama, pa ushtruar ndikim në 26 maj 98-s. Se këto krahasime kanë 12 vjet në pushtet edhe po historira të gela. Me 38 isha me zogën, si ishte Sali Berisha. Në kohën e monizmit, gjithë krahasimet bëheshin me 38-ën për t'tregu shiko se sa mirë jemi ne. Shqipëria jemi në 2025-ën dhe nuk ka asnjë shqiptar brenda apo jashtë, tani po e mësojnë edhe botërisht, e kanë thënë edhe mediat botërore, që kjo qeveri rri në këmbë prej disa makinacioneve, jo prej rezultateve. Të kujt? Fut duart në zgjedhjet në Shqipëri janë të shantazhueshme. Shiko, ke dy palë zgjedhje njerë që me tamtame, me tepsia, me dajre, me të shtrirë në përpodiume, me dy gishtat lartë, me valle deri dhe ministrat me cirk. Dhe ka asnjë llogaridhënie dhe përveç asaj, administrata, fryrja e administratës nuk ka dhënë asnjëherë dot një llogari çfarë premtova dhe çfarë bëra. Dhe Shqipëria është sot këtu ku është. Shpresojmë shumë që Partia Demokratike tani do ta shpëtojë. Çfarë thua elektorati? Si shkon prezantohesh atje? Çfarë? Sepse unë ke zonë veçantë në Tiranë? Po kam. Kë? Degën 2 dhe Degën 6 kombinatin. Degën 2, do të thënë përballë ke atë Florian Pullazin nga Partia Socialiste. Të dyshin ka që ka qenë dhe administrator. Nuk më ka interesuar asnjëherë këtë moment përballë, sepse ne përballë kemi qytetarët. Ne dalim unë jo më larg se sa sot, si u kanë pritur? Do kisha shumë dëshirë t'ja u tregoj. Jo më larg se sot, një qytetar më dërgon këtë video dhe të lutem, ndoshta është
thjesht improvizim tani, se nuk isha e përgatitur për të Ose ju me qytetarin digital të çudisin fare? Jo. Ashtu kanë humbur dhe fushë Qytetari më shkruan, zonja Hajdar Mataj, ky është asfalti elektoral i Lalit dhe i Florian Pullazit, pas një lloj standardi. Prej kësaj rruge kanë kaluar fëmijët e mi sot këmbët ujë. Kjo është një rrugë te depo e ujit. Ai që ka ujë e ke fjalën. Shiu, unë po e shfaq këtu, po duhet jemi korrekt që të lutem, shtype dhe është sot aty kanë kalu fëmijët për në shkollë në një zonë qendër e Tiranës, është dega 2 është kërthes. Te Mjal Grameno, rruga te depo e ujit. Te depo lartë. Në fakt, që duhet jemi korrekt se nuk e kemi të verifikuar, kemi korrekt. Do të shpërndajmë rrjetet e mia sociale. Ky është një asfalt elektoral pa asnjë standard rrugë që kthehet për të qenë korrekt në kohën kur ishte Partia Demokratike në pushtet, për të qenë shumë korrekt. Është sot, ky është mënyra e votave. Nuk përmbyteshin asnjë rrugët, as kur binte shi, as kur binte rrebesh, të kalojnë fëmijët sot në Tiranë. Unë nuk e di kur është bërë ajo video. Sot në mëngjes. Për sa kohë nuk e kam bërë, ka rënë shi dhe kështu kanë shkuar. Nuk e di sa ka qenë sasia e shiut që ka rënë. Nuk e di se... Këto janë detajet vogla, nuk ka rëndësi sasia e shiut, më falë. S'mund të kalohet sa është sasia e shiut. Kjo është një asfalt që është bërë nëse bie një rrebesh shiu, ai rrebeshi shiu do shkojë diku. Pas një kanalizim, shko shtro asfalt dhe rruga është kthyer në një përrua, sepse nuk shkon ujë në asnjë vend, pra nuk i ka standardet. Është hedhur asfalt elektoral, qytetarëve i është marrë vota, pra kjo është prindi që më tha mua për arsimin në Greqi nuk merrej në konsiderat se ishte një dhe duhet të marrim në konsiderat një rrugë që nuk duket se ku është. Që nuk e dim sasinë e shiut se sa është duke rënë. Unë shkoj dhe bëj video për aty. Ajo gruaja është... A shkon kështë e ikë shiu, e pranoj vetë. E pranoj vetë kështë e ikë shiu. Këto janë se e lëm aty tani, që qëfar flasim ne? Këtë flasim me qytetarët. Kemi një qeveri që në petkun e I Albanias nuk ka më asnjë shërbim. Jo, këtu as në asnjë shërbim. Po si nuk pas ka shërbim. Shkon në Qarqe, shkon Skrapar, shkon Poliçan, shkon Tropoj, shkon... Thuaj një shërbim që nuk jepet. As ka më hipotek, as ka më drejtoria Burgut, as ka më shërbim shëndetësor. Duhet të shkosh të marrësh një dokument Tropojan, shkojnë e marrin Kuks. Jo, kjo nuk është e vërtet. Po janë heqeta për shkak të reformës. Absolutisht jo. Të gjitha merren në Albania. Po në Albania pra kjo ideja e Albanias në një fshat largët që ka nevojë për të marrë një shërbim dhe nuk e merr dot më se i përplaset në fytyrë I Albania. Po jeton në 2025. Qytetar... Njerëzit nga Albania mund ta marrin edhe shërbimet shqiptare. Nga e ke origjinën? Shqiptare jam. Jo origjinën, se ne kemi ardhur në Tiranë, po diku, siç thash, unë jam tropojane dhe e di... Unë jam nga Vlora. Po nga Vlora, ja. Po, atëre. Nikun tonë e dim që është nga Skrapari. Edhe nga jashtë Shqipërisë mund të merren të njëjtat shërbime dhe njerëzit nuk harxojnë shërbim për qytetarë. As lekët e rrugës, janë 1 milion shërbime të marra në këtë mënyrë. 1 milion rrugë kushtuar shqiptarëve, rrugë për të shkuar deri te gjendja civile, për të shkuar te drejtoria e burgjeve, për të mbajtur rada, për të paguar lek, për të gjetur mikun. Tani kjo e territorit keni me ju fat për një certifikat personale duhet të fusë mik. Po flasim kë kemi takuar, sot kam takuar një qytetar I kthyer nga Italia. A e di çam tha? Kam ardhur me gjithë gruan me shpresën që do filloj ta ngre këtu biznesin tim. Gati, po, 1 vit nuk e regjistroja dot fëmin tim. Edhe I kam thonë se ka lind atje, je I huaj, ka ardhur, në gjendjen civile? Edhe I tha... Në gjendjen civile? Ja, por ke zonjën që mund të japi përgjigje. Të lutem, në gjendjen civile? Në Kopsht. Në Kopsht. Në Kopsht, nuk je me vendbanim. Sa kishte ardhur, sa ishte kthyer, u detyruam thamu unë do merrsha fëmin edhe gruan do shkosha në Sorrel. E ti thosha kryeministrit, na ke thonë ktheuni, urdhëro. Çatia me rregulla, shteti me rregulla. Apo përplasim ato që takojnë. Jo, më fal. Në qoftë se njëri nuk është i regjistruar si qytetar I Tiranës,
Më falë, po nuk mund t'i marri disa shërbime. Ti duhet t'i në vendin e vetë për të rritulluar jetën. Jo, ai ka të bëjë regjistrimin në gjendjen civile të Tiranës dhe të marri të gjitha shërbimet. Po të them, akoma pa uri regjistruar sepse kishte është emigrant i kthyer, po të them. Jo, po nuk ushqen të gjëra që është okej, të vish mos të regjistrosh të marrë shërbime. Ishte në kalvarin e kësaj, gati një vit në kalvarin e këtyre problemeve. Si mund të marrë shërbime kur si qytetari i Tiranës? Ai dëshiron të regjistrohet dhe nuk e bën. Gati një vit tani u detyru për ta bërë dhe mediatike se tha unë do i shkoj në Sorrel kryeministit anaftore të themi unë nuk them. Jo, nuk e kompetente se është zëvendësministre jashtë. Tani, zëvendësministri me Ilbenjan e saj nuk e di se çfarë është shqiptarëve. Të qeverisë. Jepja, të lutem Moza, jepja e ka përfunduar, unë po them ka një vit që me zi u integruar dot në gjendjen civile. Zonja Çepe. Domethënë po banimin apo nuk regjistronte dot fëmijën në kohë. Një vit tha kam hequr picirin për të reintegruar sa fëmin tim s'pa e regjistrojja dot në kohë. Ai ishte regjistruar si qytetar i Tiranës para se të tani është regjistruar por mbas një viti. Me gjithë problemet e veta. Po në qoftë se njeriu nuk tani ta vazhdojmë se nuk ja vlem se s'ka marrë me uanku, nuk është zyrë ankesa. Jo, Moza, nuk është puna e asaj. Nëse ke një problem, ta zgjidhni. Sa mund si kemi qytetari. Ai e zgjidhje apo jo? E ka zgjidhur pra. Fal, unë po them një vit me zgjidhje. Qafoku nuk ka rëndësi nëse qytetari voton Partinë Socialiste, Partinë Demokratike apo cilën do parti tjetër. Nëse ka nevojë që ta asistojmë, sigurisht do ta asistojmë, se është detyrimi i çdo njeriu që punon në pushtetin shqiptar. Kjo është. Por praktika një njeri duhet të regjistrohet si qytetar. Është krejt ndryshe. Po mos ta japim mesazhin e gabuar që është okay që ti mos të regjistrohesh dhe do marrësh shërbime. Të mos qëndrojmë vetëm në një vend. Vazhdojmë me të tjerat. Takojmë pensionist. Ka pension pastaj? Takojmë pensionist. Janë një zonë që është po themi sa e kanë pensionin me ata që ke takuar? Sa të thon? 140.000 lekë. Çfarë bëjmë 140.000? Prit, sigurisht është e vështirë. A di çfarë bëjnë ata? Është një nga plagët e mbetura që jetojnë akoma me remitancat e emigrantëve. Me fëmijë. Me ju çojnë fëmijët. Takojmë njerëz se keni 12 vjet në pushtet, ë? Po, patjetër. Po nuk mund të thoni që e kemi të trashëguar. Skema e pensioneve apo jo? Pra, që të rriten pensionet, duhet që fondi i pensioneve të jetë i mjaftueshëm për të bërë kjo rritje. Dhe që të jetë fondi i pensioneve i mjaftueshëm, duke marrë parasysh dhe sa u gjendën pensionet, që të jetë fondi i pensioneve i mjaftueshëm, duhet që gjithë ne që jemi në marrëdhënie pune, të paguajmë sigurimet shoqërore në bazë të pagës reale të cilën e marrim. Në asnjë vend të botës nuk ngelen pensionet ose shtohen 8.000 lekë të vjetra, sepse gjithmonë kjo në asnjë vend të botës është domethënë është barsalet më vete, se nuk mund të themi në asnjë vend bota ka kushtim se sa shtete. Në botës tani se po na përmendni Greqinë e Italinë, ne aty i kemi njerëzit edhe nuk ka pension 100 euro, nuk ka pension 150 euro. Janë sa fillojnë pensionet minimale. Janë njerëz që kanë ndërtuar Shqipërinë. Si do paguajnë, mos vjedhni. Më leni lekë inceneratorit. 80 milion euro në ditë inceneratori. Mos vjedhni. Kush i vendosi pensionet e kooperativistëve nga 20 milion euro metrin 4 orë të rrugës mes Tiranës? Çfarë ka bërë Partia Demokratike për pensionet? Të vetmet rritje që kam mësuar, duhet të vija përgatitur edhe me fletën e pensionit që unë e kam vjerë në shtëpi. Sa herë vjen ai shiriti kur vjen pensioni, të gjitha ato rritjet aty janë vetëm të qeverisë Berisha. Ti jeton me vjerë në shtëpi? Nuk është e vërtet. Ju jetoni me vjerë në shtëpi? Jo, nuk jetoj me vjerën në shtëpi. Nuk jeton. Interesant. Po mi jeton që jeton me vjerën, vjerë më ka ndrujet, vjera jeton akoma. Ore, të Qafoku, ja bën këtë pyetje, a jeton me vjerën burrave që fton në studio? Po patjetër që jeton. Asnjëherë. Asnjëherë, shikon dy gra që vijnë këtu dhe i pyet Vjera, Vjeri. Edhe me atë rast, unë dua të të them që Vjera ime vërtet nuk jeton me mua, jeton në Sarandë, është një grua mrekullueshme, një grua që nëse do të kishte, sepse ajo do që të jetë afër detit, nëse ajo grua do të ishte dhënë mundësia që po na jepet neve tani, mund të ishte jo kryeministre, po Silda, unë të ngacmova në këtë drejtim, po ti mjafton me 3 fëmijë dhe ke kryer këtë pjesën sociale të familjes. Kështu që mos u ngatro kot me këtë. Mos u ngatro kot me këtë. Dalim në terren përsëri. Në mes Tiranës
kombinati është lagje shumë dinjitoze e Tiranës, të futesh në Rrugica, është sikur je në një vend botës së tretë. Rrugët janë bërë në kombinat, janë bërë rrugët. Ka shumë ndryshime kombinati, duke pas parasysh që godit në tërmeti. Të krahasimi ndryshime janë bërë. Janë bërë fasada, unë them ndryshime që përmirësohet jeta e qytetarëve. Kur shkojnë në shkollë fëmijët, kur lëvizin tek shkollat e reja të mbritura në kombinat. Te shkollat e reja të mbritura në kombinat. Kur të vim ne, a e diti është vërtetës shumë e dhimbshme, por paketa e parë kështu e ka emrin, paketa e dhëmshërisë, sepse ky popull është bërë për të dhimbsur. Jo, kemi një dallim mes e dhimbshme dhe dhëmshuri. E dhimbshme është kur të dhëm. Dhëmshuria është empati. Janë dy diferenca. Janë dy diferenca. Dhëmshuria është empati, e dhimbshme është të dhëmbë. Le të shkojmë marrin shërbime një herë. Është përsëri është e dhimbshme. Po pensionistët që udhëtojnë me abone falas. Dhe ndihma që merr personi që kujdeset është 80.000 lekë vjetra, as 80 euro. Dhe edhe ai person që shërben, edhe këtë e kam një shembull konkret, i thanë nëse ti do ta përfitosh dikush nga familja, zonjën që i shërbente Vjerrës, i thanë ti duhet të ikësh nga puna, se nuk mund të marrësh edhe rrogën, ndërkohë që një person i tillë ka nevojë për shërbim 24 orë. Dhe kjo është deri në 2013 e ka pasur premtimi i 100 ditëve të para të Partisë Demokratike. Nuk do të ketë pension poshtë 200 euro, nuk do të ketë paga minimale jo më poshtë se 500 euro. Pastaj paketat e tjera edhe për të kthyer. Okej, do kthehemi sërish. 100 ditë e para. Pse besoni, pse duhet merrni mandatin e 4? 3 mandate ishte rekord. Tani ju doni edhe një të 4. Pse? Po shikoj, nuk është çështja për të rekorde. Çështja është për të vazhduar ato punë që jemi duke bërë. Çështja është që të mos ndodhi ajo që ka ndodhur rëndom, kur ka marrë pushtetin Partia Demokratike, që i merr gjithë ata specialistët që janë aty, sidomos i referojmë specialistëve, 1.000 djemve dhe vajzave të reja edhe profesionistëve të shkëlqyer, në të cilët përfshihen edhe ata që kanë qenë studentë ekselencës, që janë punësuar në administratën shtetërore me një program të veçantë, dhe të hiqen nga Partia Demokratike për të sjellë të tyret. Po, janë larguar nga puna ata njerëz që nuk kanë performuar ashtu siç duhet, që kanë pasur shkelje. Mandati 4 duhet se ata kanë përgatitur. Jo, të ruajnë patronazhistët. Kur ta dëgjonim njëri tjetrin do ishte jemi shumë krenar për patronazhistët tanë. Realisht shumë krenar. Nëse do shërbenin në administratë ku marrin rrogën, po nëse dalin vetëm në terren për vota për Unë gjeta patronazhistin tim. Ideja është që të vazhdojnë këta specialistë që janë duke punuar me integrimin evropian, në mënyrë që ne të jemi gati, Nusja të jetë gati brenda 2027-s. Po kush janë specialistët që nisën integrimin? Shqipëria është nuse. Të jetë gati brenda 2027-s që t'i hapet dera dhe në moment që hapet dera ne të hyjmë në Bashkimin Evropian ashtu siç e meritojmë. Si ministre e jashtme. Në vitin 2013 kur zoti Rama erdhi në pushtet, tha për 10 vjet Shqipëria do të anëtarësohet në BE. Tani në vitin 2025 do ta anëtarësojë në 2030-ën. Pastaj tha në 2029-ën, dje tha në 2027-ën. Zonja zëvendës ministre jashtëm, ma shpjegoj që këtë se më zuri makina, nuk e kuptoj fare këtë, se 2030-ën, tani 2025 edhe 4, 2029, si në 2030-ën, ne jepni votën ju. 2027 është momenti që ne synojmë dhe jemi të sigur që do jemi gati. Po tani si jemi gati? Do jemi plotësisht gati sepse është një proces i gjatë për të Bashkimin Evropian. Po se kushtet ndaj kësaj qeverie sa vinë shtohen. Ja prit se po erdhët ju zgjidhen çështje, po prit mbarojmë me këtë. Ne kemi filluar. Ne do jemi gati brenda 2027-s. Është një punë kolosale sepse çdo akt që ekziston në këtë Kur anëtarësohemi zonjë? Në momentin që Bashkimi Evropian do të hapë derën. Po kur, si vit? Në momentin që Bashkimi Evropian do të na pranojë si pjesë dhe kjo Dhe ky është momenti, besoj që jemi shumë përshëndetje që gjitha vendet e Bashkimit Evropian janë gati, janë të mirëpritur, kanë shprehur miratimin e tyre në parim që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Kur bëhemi anëtarë? Kjo është pyetja. Se Rama thot 30, pastaj 29, pastaj 27. Do që të jap dhe datën dhe orën?
Është një proces. Një proces nuk ka datë dhe orë, një proces. Është një proces. Do thënë ju nuk e premtoni këtë. Se jeni kujdesshëm, është ministre. Sigurisht e premtojmë këtë. E premtojmë ka për të ndodhur. Po jo, kjo është karta me cilët ju jeni futur në fushat. Dhe kjo mua më bën që të mendoj që kjo është një gjë e sigurt, po si e thoni ju nuk është siguri. Jo, po nëse do më dëgjoni me vëmendje, nëse nuk do të ndërpritem ta kuptoni që jam shumë e sigurt në atë që them, dhe jo unë si person, po ne si forcë politike jemi të sigurt që kjo do të përfundojë brenda 2029-s. Pra ne do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Do të në zgjedhjet parlamentare të 2029-s, ne do bëjmë zgjedhje për të parë si antar të Bashkimit Evropian. Dhe do të votojmë. Se regjistrohet kjo. E ka thënë Silda Çepele këtë. Çepe. Qafoku e mban më në 2017-ën më ke pyetur në studio sa mandate do marrë Partia Socialiste. Po. Dhe pastaj më morën telefon të më thënë nga e dje. Me vërtet? Keni pasur drejt? Të riqon, kur ke drejt, nuk ka. Asnjëherë nuk nxjerr nga goja gjëra për cilat nuk jam e sigurt. Sa mandate merr Partia Socialiste në Tiranë? Ta them javës tjetër. Po unë do të ftoj prapë javën tjetër se ka dhe ca të tjera të kandidat. Pse jo? Nuk e kam bërë. Unë personalisht nuk e kam bërë. Po në total? Nuk e kam bërë. Ne nuk jam marrë fare me llogari elektorale, qafoku ka njerëz tjerë që bëjnë llogari. Unë jam duke marrë me llogaritë e zonës time. Aty ka njerëz të tjerë që janë shumë të aftë. Unë të kisha lexuar ty te revista Horizonti dhe Pioneri po dhe Horizonti që ka qenë një revistë që o sa e doja Silda. Pa e ditur që aty një vajzë shkruante gjëra shumë interesante, pa e ditur që një ditë unë do të njeh aty dhe ditë ishte kandidate për 12 vjeç, kjo është interesant. Unë lexoja me aq këshëri ato tregimet fantastike shkencore dhe futësha në botën e tyre, duke sikur dilja jashtë Shqipërisë, në kozmos, sa gjëra thosha, e të shmëndur kjo fantazi thosha. Edhe atëherë ka qenë ky tregim ka qenë për astronautën e parë shqiptare grua. Sa do doja, po që se ka në televizion që e abonuar. Do ta dërgoj foto. Ma dërgoj, sepse unë isha abonuar në televizion. Moza, mjaftojnë gjitha pak kënaqësitë që keni ndaj qeverisë, sepse edhe sondimet janë të tilla që është ulur mbështetja ndaj qeverisë, po kjo nuk është përkthyer si rritje ndaj mbështetjes së opozitës. Landi, sondazhet, jo, po mendoja sondazhet kush i bën, kush i paguan, kush i servir. Po jo, tani se edhe e kuptoj, mirë, po ta them kështu, unë e kuptoj Moza që mbështetja ndaj qeverisë ka rënë, po ju se keni ngritur frymën. Po thuash që njerëzit janë të pakënaqur, situata shumë e rëndë, arsimi është në ditën e vetëm, shëndetësia është kutreçameti, qytetarët me nxit, po kjo nuk do të thotë që Partia Demokratike do fitojë zgjedhjet. Atëherë ti thuash vetëm ka rënë mbështetja, kjo nuk është ka rënë mbështetja. Kjo qeveri duhet iki, sepse kjo qeveri ka bërë deri dhe krime. Krimet elektorale. Çfarë krimi ka bërë? Krimi elektoral është krim më i rënd nëse ti shqiptarët, përveç se i varfron, nuk i lejo të votojnë aslirshëm. A e di sa e kanë administratën dhe sa njerëz punojnë dhe sa paguhen administratë shtetërore, a keni të dhëna për këto krime dhe pse nuk i raportojnë në organet ligjbatuese? Ministritë e tyre kanë arrit, janë fakte ato që dolen edhe abuzime me fondet e Bashkimit Evropian. Po bëni mosallësim krimi duke mos i çuar në organet ligjbatuese. Fondet e taksapaguzve, por edhe të Bashkimit Evropian i kanë çuar për xhepat e tyre ose në klanet e tyre. Okej, do të kërkoj ndjes për një ndërprerje. Në këtë moment unë falenderoj Institucionin Monetar MoneyGram Akinvest për mbështetjen që jep emisionit Dekalog si sponsor general i këtij emisioni me sloganin e njohur tashmë, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Faleminderit MoneyGram Akinvest. Moza. E kemi lënë me shumë pak kushte kur qeveria Berisha dorëzoi pushtetin 2013 dhe ju e dini shumë mirë se sa janë shtuar her pas here kushtet ndaj qeverisë për t'ju afruar ëndrrës tonë europiane. Dhe korrupsioni, hashashizimi,
problemet me zgjedhjet janë dosjet, nuk ishin nevojshme të vinin kushtet. Vetëm shtohen. Kushtet vjen kur shikon që po punohet. Kur moment që s'punohet, nuk të vjen njëri kushtet, se thotë se ka seriozisht. Një zyrtare nuk mund ta thotë këtë, sepse kushtet vendosen që ty të thonë, shiko se je duke ju larguar, bëj edhe këtë dhe bëj atë. Punën për integrimin evropian, absolutisht, asnjëri nuk të merr seriozisht atë që nuk mund t'i thuash në një media, na vjen kushte sepse ne punojmë mirë. Po sigurisht. Kushtet vjen kur ti po i largohesh rrugës Bashkimit Evropian. Kushtet vjen kur ti ke rrëshqitur fare dhe duhet të rikthesh. Kemi bërë gjëra historike, kemi hapur grup kapitujt. 12 vjet ne duhet ishim në Europë. Po sepse në atë deregje e kishit lënë. Në atë deregje e kishit lënë. Ne ishim gati, por Edi Rama minoi vetëm 3 ligje ishin për të votuar, edhe do ishte e përfunduar. Kishit gati shkollat që nuk kishin xhama, kanë pas fëmijët në shkollë dhe nuk ishte xhama, nuk ishte ngrohje. Situata me korrupsionin në Shqipëri, rrugët, trafiku që bllokojnë në mënyrë skandaloze, që jeni pjesë e kësaj administrate. Me gjithë respektin, ju mund të jeni shumë nderuar në pozicion. Jam pjesë jam pozicion politik, s'kam qenë kurrë pjesë e administratës. Unë uroj dhe jam e sigurt që ti nuk je pjesë e tortës aty ku ndahen mes kryeministrit në këto drejtoritë kryesore që pastaj t'ia di për nder edhe t'i ri poshtë dritares mbi 300 ditë. Është shumë më mirë se sa kam qenë pjesë e administratës, unë kam sy në ball, dhe shqiptarët kanë sy në ball, PSD-s apo e ciklit të korrupsionit, apo shumë më mirë t'jesh aty në një kaos të drejtë, kush ka shkelur ligjin, duke shkuar, duke shoqëruar mbas hekurave, të shkoj për ndjenjë penale, të mbaj përgjegjësi penale personale. Dhe ne nuk mbështesim asnjë nga njerëzit që janë në tim. Nuk i rim poshtë dritare dhe njerëzit që janë në tim nga spaku. Përgjegjësia personale nuk është kurrë. Absolutisht personale. Bërë protesta, tani mos bëni tani. Çfarë protesta është për shembull? 21 janare. Zoti Veli, ju bët protestë kundër spakut. Jo, nuk është protestë kundër spakut. Këta njerëzit e nxjerrin dhe shkuan. Nuk dalin shkojnë bëjnë protestë tek incineratori që nuk ekziston. Njerëzit kam një, nëse është mundur regjia listën e Tiranës, do të doja të bëja një pyetje lidhur me emrat që janë aty, sepse në një analizë të bëhet shumë shpejt analiza, mjafton të shikosh emrat, zonja Çepe, aty janë pesha të rënda të Partisë Socialiste, sigurisht ju garën fillim e keni edhe me njëra tjetër, me zonjat, por kush do fitojnë parë se 2 zonja, se pjesa e mbyllur është 12 emra, dhe pjesa e hapur, ja, nëse është mundur full, pjesa e hapur, lista e hapur, është me pjesën e mbetur, nga 37, i 12, 25, diçka e tillë. Me këtë do fitoni ju? Mimi Kodheli, Anila Denaj, do thënë... E para, kjo lista nuk është e sakt. Si? Nuk është e sakt. Lista? Lista është e sakt, se është marrë nga ju? Jo, nuk është e sakt. Lista është, renditja është sipas... Jo, renditja nuk ka problem. Duhet nga të moja. I kisha përbatut. Do të kape mua. E kisha përbatut. E kuptove, do të më kapte... E kisha përbatut. Renditja në fletën e votimit. Renditja nuk ka fare. Të gjithë e nisi nga zeroja, start nuk dështova. Jo, renditja në fletën e votimit është sipas mbiemrit. Është renditja alfabetike, si këto të kodit dorë sipas mbiemrit. Gjithsesi, me këtë do fitoj unë. I kthejmë prapë asaj sipas mbiemrit. Sipas mbiemrit. Po. I kthejmë prapë asaj me cilën e nisëm diskutimin. Fitoj apo humbas? Pra, unë nuk fitoj karshi këtyre. Dhe asnjë nga ajo lista nuk fiton karshi të tjerëve. Është Partia Socialiste, që nëpërmjet këtyre emrave, që janë emra shumë dinjitoz, fiton besimin e shqiptarëve, merr një shumicë votash për të krijuar pastaj qeverinë. Jo, e kam fjalën këtu. Mirë, okay, për vetë e kuptova që ti e futur kot në garë, jo për të fituar. Jo, s'jam futur kot në garë. Ti po thuaj që duhet mua mandati. Po, jo, dëgjoj tani. Jo, çfarë thotë ju? Se kjo është skuadër. Nuk është vrapim individual. Po aty ka ministre. Mund të jesh. Jo, edhe një herë aty ka ministre që i bie që derisa ju do zgjidhe vetëm 2, që nuk do jenë. Kush tha që do zgjidhen vetëm 2 gra?
sepse edhe 6 nëse marrim më pak e përfaqësuar. Jo, mund të jenë vetëm 2 burra dhe 4 gra nëse marrim mandatet e fituara në 2021, keni marrë 18 mandate në Tiranë. Atëherë 12 janë listë mbyllur, që është mbyllur ajo. Mbeten edhe 6. Nga këta 6, 4 janë burra dhe 2 janë zonja. Jo. Pse? Jo. Mund të jenë dhe 3 burra dhe 3 gra, mund të jenë dhe 4 gra dhe 2 burra. E rëndësishme është që gjinia, jo. Kjo nuk lejohet, se nuk e lejon kodit zgjedhor, se është kvota gjinore. Pra gjinia më pak e përfaqësuar, që mund të jetë gjinia femërore se mashkullore, do ketë 1 në 3 vende. Po kjo është një formull tjetër. Diskriminim në anën tjetër pastaj. Kjo është një formull tjetër. Atëherë me ato zonja aty pyetja ime drejt për drejt. I bie që të eliminohen disa që janë figura të njohura. Kur lozin futboll, futbollistët rrajnë njëri tjetrin apo ndeshin me skuadrën kundërshtare, se këtë s'po kuptoj. Jo, okay, me që merr futbolli, po Ronaldo është gëllëshu si më mirë në botë, edhe po shumë mirë. Ronaldo, po nuk fiton Ronaldo, fiton skuadra e Ronaldo. Po merr edhe atë ai lojtari më mirë. Po, të jesh futbollist i Barcelonës më fal. Jo, ta hedh poshtë këtë. Messi ka marr dhe futbollisti më mirë dhe Barcelona s'ka fituar Champions League për shembull. Atëherë shikon? Po, në përgjithësi. Në përgjithësi. Skuadrat fituese kanë futbollistë. Dhe më kthe për pyetjes të lutem. Futbollistët rrihen me njëri tjetrin? Ore ju socialistët ju të diktorë, pyetje bëj unë këtu. Ore rrihen me njëri tjetrin futbollistët, se ne nuk rrihemi me njëri tjetrin, nuk po luftojmë njëri tjetrin. Ne jemi gjithë bashkë për një qëllim. Informacionet që kam unë, po rriheni thojza me njëri tjetrin zonja Çepe që ç'kemë të. Nuk është e vërtet? Po atje në bazë ju me njëri tjetrin e keni betejën, me kë keni me Partinë Demokratike, ju e keni në rregull. 12 i keni sigurt, lufta bëhet për atë 6. Nuk rrihemi me njëri tjetrin. Ne jemi duke maksimizuar, sigurisht, ne jemi duke maksimizuar votën, duke punuar me elektoratin kri. Sa deliozitate, 20, nëse do ta dish. 20 Tiranë, sigurisht. Do të ta regjistroj mirë këtë, sepse është kalkuluese dhe ka një lloj kështu orakulli në vetveten kur kalkulon zonja Çepe që 20 mandate në Tiranë nga 37 mandate që ka gjithsej qarku. Po, Moza për ju, Partia Demokratike në ekran? Si e ke garën atje me këto zonjat në fillim, pastaj me meshkujt në Tiranë? Faktikisht ne kemi kalu një proces shumë të rëndësishëm brenda Partisë Demokratike, siç ishin primaret, pra përzgjedhja jonë ka qenë duke kaluar në një... Fakt ato do në sekundare, Moza, po mos e hap atë muhabet se na futën në një tjetër. Ato do në sekundare, më ça, ata që fituan... Jo, nuk janë ne, kjo 37 që është aty në ekran është ajo më përfaqësuesja, edhe është ekipi fitues, ata që do maksimizojnë votën edhe do jetë ekipi fitues për Tiranë. Sa mandate synonin Tiranë, Moza? 20. Të dy 20? Po 20 e 20 bëjnë 40, nuk bëjnë 37. Si bët? Partia Demokratike do t'i fitoj zgjedhjet me patjetër dhe fitoria fillon nga Tirana duke shkuar me 20 mandate Partia Demokratike. Sepse këtu është shumica, këtu janë 900 ca mijë qytetar, janë 900 ca mijë njerëz që duke përjashtuar ata që janë... Numri votuesve në Tiranë sa është? 900 votuesve? Pse varet pastaj pjesëmarrje. Regjistruar. Po edhe një herë lutem regjia full që të lexojmë disa emra që të... Dhe këtu ndjen biles më shumë pasojat e keq qeverisë. Ke edhe ju keni goxha emra të rëndësishëm. Si e bën garë me këtë, Moza? E Ditargjin, ke... Unë jam këtu bie dakord me kolegen nga pala tjetër. Po hamë shqyqy që ra bie dakord? Jo, e di pse bie dakord, sepse është shumë pozitive kur ti del para elektoratit me një Ilda Zhulali. Po, me një ekip dinjitoz. Por e si do i mundu shto balere dinjitoze, ata e ka Sali Berisha. Shiko si është qëllimi, se cili prej nesh punon që të maksimizoj votat. Pra, unë përfaqësoj diçka, kur dale flas qytetarëve, unë jam Mimoza, jam kandidate në listën e Partisë Demokratike për Tiranën, kam bërë këtë, Partia Demokratike kuptoj që ne nuk shkojmë, nuk jemi individ, nuk premtojmë gjë si kandidat përveç shërbimit, pastaj në zonat që mbulojmë, nëse do jemi kandidat fitues, kemi programin e Partisë Demokratike me cilin ne i shkojmë dhe sqarojmë si është situata, si do jetë mbas 11 maj. Si do jetë situata mbas 11 majit?
100 ditë e para Landi Partia Demokratike ka provuar në 2005, hera e parë rritja drastike të paktën e mësuesve, edhe rritja rrogave dhe rritja pensioneve. Do bëjmë rishpërndarje, nuk do vjedhin më këta. Se nuk po them si që paton Xhajci, do vjedhin, po këta nuk do jenë më ata që e kanë bërë Shqipërinë e disa kollaj është kur Shqipëria është bërë pazar. Kur ai që nuk bën punë të shtëpisë, disa kollaj e ka të thotë që shiko se janë plurat pa fshirë këtu për shembull. Mos e ke për burrin. Mos e ke për burrin. Në Tiranë nuk bën punë të shtëpisë, burri. Në Tiranë disa kollaj kemi në Tiranë. Edhe shikoj ciklistat sa gra ka lista e PS-së Tiranës. 80 milion. Mos e boj 11? Jo. Sa? 15 janë vetëm lista hapur. 80 milion shkojnë në ditë për incineratorin që nuk djeg plera se nuk ekziston fare, po djeg lekët tonë. Po 15 për 2. Ka hapësira sa të duash për të menaxhu. Si 15 për 2? 15 zonja në garë për 2. 2 do fitoj. Çfarë ka më për? Mjafton që të fitoj, po sigurisht. Dua unë që të fitoj personalisht, sigurisht që dua. Po cila është gjëja më e rëndësishme? E rëndësishme është që të fitoj Partia Socialiste për të vazhduar këtë. Okej, tani ne jemi në fund të bisedës. Unë do doja secili nga ju, fillon me ju Moza, që çfarë i thoni elektoratit, një lloj mesazhi te kamera atje dhe ju pastaj te kamera tuaj. Çfarë i thoni elektoratit tuaj? Partia Demokratike që do jetë partia që do qeverisi mbas 12 majit, ju premton shqiptarëve rroga më të larta, pensione më të larta, së pari minimumin jetik dhe qytetar dinjitoz. Absolutisht nuk do ketë më në përkëmbje siç ka ndodhur deri tani. Shëndetësia, arsimi, infrastruktura, ekonomia, turizmi, çdo gjë do jetë prioriteti i Partisë Demokratike ashtu siç shqiptarët e kanë provuar në 2005 se si ka qeverisur Partia Demokratike në periudhën 2005-2013. Do jemi ne që do ta përfundojmë edhe do ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, nuk ka nevojë që ju të aspironi të keni një pasaport, sepse shqiptarët, 1 milion shqiptarë që kanë ikur i kanë pasaportat atje ku janë në vendet e Bashkimit Evropian. Tashmë qytetari shqiptar brenda dhe jashtë do t'i kthehet dinjiteti. Partia Demokratike premton që do qeverisi për shqiptarët, jo për kabinetin e ministrave apo për kryeministrin. Po, për ju zonja Çepel? Atëherë, kamera atje? Po. Atëherë, Partia Socialiste nuk premton. Partia Socialiste bën. Bën ashtu sikur se ka bërë gjithë të vjet, projekte të jashtëzakonshme, ka rritje rroge, ka rritje të ardhurash, është rritur GDP-ja, dhe që jam e rëndësishme është që Partia Socialiste qeveris për popullin, pa vrar, pa bërë trazira, pa vrar protestues në bulevard, pa krijuar 97-a, pa vjedhur zgjedhjet si në 96-ën, dhe me një skuadër fantastike, njerëzish, të zotë, profesionist, edhe njerëz që do jenë përfaqësuesit më të mirë të popullit shqiptar në parlamentin e ardhshëm. Për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ashtu sikur se e kemi thënë brenda vitit 2029. Okej, kemi ardhur në fund të kësaj bisede. Unë të dy zonjave ju uroj suksese. Moza, të uroj suksese në garë. Të uroj suksese zonja Çepel në garë. Suksese kolega. Suksese. Gratë, zonjave. Shumë e bukur kjo. Me të vërtet një akt qytetarie, që të dyja shkëmbyhet urime me njëra tjetrën. Unë uroj që të dyja të jeni në parlament. Për ata që ju përfaqësoni. Edhe ju zonja Çepel, parasi se nuk ishe shumë e sigurt, nësa ti ishe shumë e sigurt, po nuk e dia do arrish. Unë dua shumë Do ta bëjmë Shqipërinë madhështore, është e vendosur. Kjo fjala madhështore. Shqipëria ka qenë gjithmonë madhështore. Se ai Civitas Shqipëria ka qenë gjithmonë madhështore. Great again, do të e madhe, Shqipëria e madhe edhe madhështore, nuk e di Moza, ç'është tjetër. Madhështore dhe do jetë ndryshim historik kësaj radhe. Bashkë me diasporën, bashkë me shqiptarët brenda Shqipërisë, ne do t'ja dalim ta ndryshojmë. Okej. Ky ishte emisioni im për sot, nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.